Banorët e fshatit Varibob në njësinë administrative Cakran kanë protestuar para ditën e sotme për mungesën e ujit të pishëm gjatë verës, edhe pse janë taksapagues të rregullt. Ata pohojnë plot indignat se me rritjen e temperaturave duke filluar nga muaji maj dhe deri në muajin tetor, rubinetat e çesmave të tyre furnizohen vetëm 10 minuta në ditë. Ndodh gjithmonë çdo verë sa fillon behari këtu në fshatin tonë dhe pengesa jonë është gjithmonë se ujit që hapet në depot nuk mbushet depo, janë qerekore reziston. E shumta është që të vendosin ose të vendosin një depo 100 tonshe të madhe, furnizohet, jo një qerekore të rrit depo. Ora nuk vjen 10 minuta im para ka fiku qerçe se sa ka ndesu. E ndesaj edhe fik. Banjot janë për i bret zotit. Shtëpitë të pafshirë, dorët s'kemi ku t'i lajmë. Sytë s'kemi ku t'i lajmë, as një gjë nuk kemi këtu në këtë. As puse s'kemi hapur as një gjë, s'ka. Ku ka? S'ka as një gjë. Jemi umeruam. Gjatë fushatës na u premtua se kjo problematik do të marrë fund, thon banorët, po deri më sot vijon të mbetet e pandryshuar. Neve kur vim fushata, uj 24 orë në ditë në muajt i kemi. Ora në ditët të rej. Ora na japën në ditët, na japi 1 orë të pakën ujë, 1 orë. Unë kam 5 ditë kam marrë në Italia. Ky thot të gjithë personat të kthehen në Shqipëri. Për çfarë do kthehem kur unë s'kam asnjë kusht këtu? More vesh, toka, shtëpia është këtu. Po që do kur unë nuk kam as rrugë as ujë asgjë. Unë për 5 ditë s'kam mbushur 5 kg ujë. Bolierët janë bosh. Hajde hap rubinetat të bindesh se kush jam. Situatë absurde e ka quajtur një shtetas francez. Et c'est surtout que c'est les vacances et que les enfants n'ont pas d'eau pour boire la journée alors qu'ils jouent beaucoup. C'est un très beau pays, très accueillant. Mais... Il faut juste des conditions et qu'ils se mettent à la page de l'Europe. Varibobi furnizohet me ujë të pishëm nga një depo e ndërtuar që në kohën e sistemit të mëparshëm, që sipas banorëve duhet të rindërtohet nëpër masa më të mëdha. Depo është e vogël që ngon në veri. Bën një depo të madhe, një depo të jetë 100 tonshe dha. Sipas informacionit të marrë pranë Drejtorisë Ujësjellës Kanalizimeve Fier, Varibobi numëron 241 abonent, të cilët furnizohen me sasinë e nevojshme të ujit, por volumi i shtuar në banesat e tyre në muajt e verës u vështirëson furnizimin me ujë. Ndërkohë ujësjellësi po harton një plan masash për minimizimin e shpërdorimit të ujit të pishëm, duke inspektuar të gjitha zonat me ndihmën e task forcës.